Lionel Messi ka thurur lavdë të mëdha për lojën e talentit 17 vjeçar të Barcelonës, Lamine Yamal. Në një intervistë të fundit, ish kapiteni i Barcelonës u shpreh mahnitur nga zhvillimi i yllit spanjoll dhe ndikimi që ai ka në skuadrën katalanase. Është e habitshme të shohësh se çfarë po bën Yamal dhe çfarë ka arritur tashmë. Ai është vetëm 17 vjeç. Ai po rritet dhe do të vazhdojë të zhvillohet si lojtar dhe të kontribuojë në lojë, ashtu si unë. Ai posedon cilësi të jashtëzakonshme dhe tashmë është një nga lojtarët më të mirë në botë. Fituesi 8 fisht i topit të artë foli gjithashtu për dëshirën e tij për të kthyer tek Barcelona pas përfundimit të kontratës me Paris Saint-Germain në vitin 2023. Kisha qëllimin të kthehesha në Barcelonë dhe të isha aty ku gjithmonë doja të isha, por nuk ishte e mundur përsëri. Pas kësaj mora një vendim familjar. E kisha shumë të qartë që nuk doja të isha në një tjetër skuadër në Europë, nuk doja të shkoja tek asnjëra prej tyre. Ndërkohë, kampioni aktual i botës la të hapur mundësinë për pjesëmarrje në botrorin e vitit 2026, por theksoi se gjithçka do të varet nga forma e tij fizike gjatë këtij viti. Ky vit do të jetë çelësi për të parë se si do të jem nga forma sportive dhe çfarë do të vendos në lidhje me marrjen pjesë në botrorin 2026. 37 vjeçarit kontrata e tij aktuale me Inter Miami do t'i përfundojë në fund të këtij viti. Shënjestër.net